nuk jeni më herë tek kryetar. Pak më kalon. E ka dojë dhe malu këto. أنا مصري. Të nderuar qytetar, të nderuara media. Kam nderin që sot të informoj qytetarët e Tetovës se ndërmarrja për transport publik ka vënë në funksion biletat digjitale dhe kartelat me pagesë të shqyrquajtura Teklik Prepaid dhe këtë mund ta përdorin të gjithë qytetarët pavarësisht se ku jetojnë, duke lehtësuar kështu procesin e pajisjes me bileta. Ky vendim synon të shpërblej përgjegjësinë qytetare dhe njëkohësisht të lehtësoj lëvizjen urbane për kategori të ndryshme të shoqërisë. Ky është një hap konkret drejt një qyteti më funksional dhe më të drejtë, ku përgjegjësia qytetare vlerësohet dhe përkthehet në përfitime reale për qytetarët, institucionet dhe organizatat, një premtim që sot po e bëjmë realitet. Kurse për qytetarët të cilët kanë shlyer të gjitha obligimet ndaj komunës së Tetovës, transporti publik do të jetë falas. Mjafton që ata të aplikojnë në Teklik dhe për veten dhe për anëtarët e familjes që jetojnë në të njëjtën adresë dhe pas aplikimit kartela merret personalisht në zyrat e ndërmarrjes Tetova Transport dhe kështu transporti publik do të jetë falas. Në anën tjetër, kemi edhe kategorinë J, bileta për nxënës të shkollave fillore dhe të mesme të komunës së Tetovës, ku lista bëhet nga shkollat përkatëse dhe nxënësit pajisen me kartel e cila po ashtu është falas. Dhe në fund, është edhe grupi ku bëjnë pjesë institucionet dhe shoqatat respektivisht kategoria K, edhe atë vetëm institucionet dhe organizatat që kanë marrëveshje bashkëpunimi me komunën e Tetovës. Ju bëjmë thirrje qytetarëve që deri në fund të muajit të pajisen me bileta elektronike dhe me të do të mund të shfrytëzojnë këtë shërbim falas nga komuna e Tetovës. Poštovani građani, poštovani predstavnici na mediumite. Imam čest danas da ga informiram građanite na Tetovo da ga javното предприятие za javan prevoz stavio po funkcija sistem za elektronska naplata i prepaid kartički Teklik Prepaid. Ova usluga ima dostupna na site građani bez razlika na nivното mesto na živenje, so što značitelno se olesnува procesot na nabavka na bileti. Ova odluka ima za cel da ja nagradi građanskата odgovornost i istovremeno da ga olesni urbaното движење za različnih kategoriji na građani. Ova predstavува konkreten čekor kon pofunkcionalen i popraveden grad во кој odgovornosta se vrednува и се претвара во реални придобивки за граѓаните, институциите и организациите, ветување што денес го претвараме во реалност. За граѓаните кои ги имаат подмирено сите обврски кон општина Тетово, јавниот превоз ќе биде бесплатен. Потребно е да аплицираат преку системот Teklik, вклучително и за нивните членови на семејството кои живеат на иста адреса. По поднесување на апликацијата, картишката се подигува лично во просториите на јавното предпријатие Тетово Транспорт, пошто корисниците ќе можат бесплатно да го користат јавниот превоз. Во рамките на системот предвидена и категоријата Ј наменета за учениците од основните и средните училишта во општина Тетово. Списоците ги доставуваат училиштата, пошто учениците добиваат картичка за бесплатно користење на јавниот превоз. Исто така, постои и категоријата К, која ги опфаќа институциите и здруженијата, односно само оние институции и организации кои имаат претходно подпишан договор за соработка со општина Тетово. Ги повикувам сите граѓани да обезбедат електронски билет за до крајот на овој месец. Ви благодарам. Денеска стартувало? Ова е стартувало од порано, до крајот на февруари ќе можат да набават да ги набават овие картички за да можат од март натаму да ги користат, да го користат јавниот превоз. Значи од сега важат, ама од март ќе можат само со картичка да влегуваат во автобус. Zotre Kasami, në lidhje me mbledhjen e sotme, cilat janë pikat që do të diskutoni? Kjo është temë politike, do kemi mbledhjen mbrëmje. Lidhur me Për studentët nuk u përmend. Do të ketë studentët
transportit falës. Më thonë për gjithë kategoritë e qytetarëve, por e përmenda që konform statusit të tyre do duhet kemi marrëveshje me institucionet të cilët i përfaqësojnë. Përmendet vetëm disa kategori të qytetarëve, që do të thonë se nuk vlen për gjithë qytetarët, ashtu siç u premtuat në programin tuaj parazgjedhor. Edhe do të thonë thatë se do jetë për gjithë qytetarët, ndërkaq tash dëgjojmë se do të jetë për kategoritë të caktuara të qytetarëve dhe për ata të cilët do i kanë shlyer obligimet ndaj komunës. Atëherë pse u premtuat qytetarëve diçka që nuk po e realizoni në tërësi ashtu siç e premtuat? Nuk e di për cilët qytetar nuk është pa pagesë. Po ju thatë se do të thonë vetëm për nxënësit, për shoqatat të cilat kanë bashkëpunim me komunën e Tetovës edhe qytetarët të cilët i kanë shlyer obligimet ndaj komunës së Tetovës. Atëherë çfarë qytetarë të cilët nuk i kanë shlyer ndoshta obligimet? Po nuk e, do të thonë nuk e premtuat ashtu thatë se për gjithë qytetarët, duke mos e përcaktuar se do të ketë do të thonë kategorizime edhe se do të vlejë do të thonë për gjithë. Bëhet fjalë për një shërbim që ofron Komuna e Tetovës, shërbim i cili ka koston e vet. Ai shërbim ose do të paguhet nga qytetarët duke marrë shërbimin, ose do të paguhet nga komuna. Të hyrat e komunës janë taksat të cilat i mbledh nga qytetarët. Pra nuk mund një qytetar i cili ka obligime ndaj komunës, nuk e paguan tatimin, të marrë një shërbim gratis. Pra ne flasim për qytetar të cilët janë të ndërgjegjshëm për pozitën e tyre. Pra është shumë e thjeshtë. Ose do ta paguaj me biletën që e shfrytëzon shërbimin, ose do të paguaj taksën dhe përmes taksës komuna do t'i ofrojë shërbim gratis. Nuk e di që në ndonjë vend të botës ka ndonjë shërbim për qytetarët të cilët nuk i krijnë obligimet e tyre qytetarët. A do jetë vetëm ndaj komunës apo edhe ndaj ndërmarrjeve? Shlirja obligimeve. Po, shlirja obligimeve ndaj komunës që nuk kupton edhe institucionet komunale. Do thonë edhe ndaj edhe ndërmarrjeve komunale, po. Studentите nema da važi. Ne važi za site, znači za studentite samo rekao su institucije koji A për gazetarët do vleja je? I keni parë zotëri ka sa me dy pyetje tjera jashtë teme. A ka dorëzuar Ministria e Shëndetësisë ose Spitali i Tetovës leje për parkun memorial, cilin ata arsyetohen domethënë se janë duke pritë leje nga komuna, ndërkaq nga komuna kemi dërguar pyetje, po s'kemi marrë ndonjë përgjigje deri tash. Nuk e di, unë e di se komuna janë përgjigjur për këtë pyetje. Informatat që i kam deri në këtë moment nuk ka kërkesë për leje. Nëse mund dalim pyetje politike se ka vërtet Filkov sot ka thënë se nuk është zoti Kasami ai që vendos kur do jetë kryeminist mund të vendosë nëse unë do shkarkoj ose jo. Atë shka pata mbrëmta tham në emision e thash, sot jemi për promovimin e këtij shërbimi, mbrëmje do të kemi vendim të kryesisë, ku ne do të flasim për veprimet tona, po për atë që e thash llogaridhënien e funksionarëve tanë në qeveri. Edhe një pyetje komunale me që politike s'ka. Para 2 vitesh, domethënë komuna formoi një komision i cili do të bënte vlerësimin për qëndrueshmërinë e objekteve publike ndaj rezistencës së tërmeteve, ndërkaq që 2 vite më vonë nuk është se ne është bërë publika e raport se cilat institucione domethënë janë të rrezikuara edhe a është marrë ndonjë veprim nga ana e komunës për ato objekte të cilat janë me rrezik. Kemi kërkuar edhe raportin prej komunës, ndërkaq deri tash nuk është se na e kanë dhënë. Ne kemi qenë do kisha thënë konstruim apo revidim të faqes zyrtare të komunës. Tashmë është gati si e tillë, do të besoj që shpejt ai raport do të jetë në faqen zyrtare, por në kërkesë do të mund edhe t'ju dorëzohet, t'ju jepet në sa i përket masave të cilat merren, patjetër që ne si komunë veçanërisht ajo që është më e rëndësishme në këtë aspekt ka të bëjë me shkollat. Aty në konform gjetjeve të atij raporti ne kemi bërë një plan për ndërtimin dhe rindërtimin e gjithë objekteve shkollave të cilat janë të rrezikuara që në periudhën që vjen pra gjithë nxënësit të jenë në ambiente të sigurta. Nëse keni pyetje për numrin e aplikimit, mund përgjigjet Arlindi. Okej, pak. Kurtimisht. Pak më para. Mundet? Po, mundet. Atëherë në kornizat procesit të digitalizimit të shërbimeve komunale publike, sot po prezantohet moduli për transportin publik. Ky është një hap
i cili e transformon transportin publik në një transport modern dhe digital, ku do t'i ofrohet qytetarëve disa mundësi dhe alternativa për shfrytëzimin e transportit. Atëherë, kjo është kartela digjitale për shfrytëzimin e transportit pa pagesë për të gjithë qytetarët e komunës Tetovës. Të njëjtit mund të pajisen me këto kartela pas aplikimit online në aplikacionin zyrtar të komunës së Tetovës Teklik. Gjithashtu kjo është kartela për shfrytëzimin e transportit pa pagesë për nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore. Procesi i aplikimit do të bëhet në institucionet arsimore, konkretisht në shkollat fillore dhe të mesme ku këta nxënës mësojnë. Kjo do të jetë kartela prepaid, e cila do të mund të shfrytëzohet edhe nga qytetarët të cilët nuk janë banor të komunës së Tetovës, por edhe nga qytetarët të cilat nuk i plotësojnë kushtet për marrjen e karteles për shfrytëzimin e transportit publik pa pagesë. Këto kartela do të mund të mbushen me kredi dhe të shfrytëzohen për pagesën e transportit, por gjithashtu edhe për disa shërbime të tjera komunale të cilat do të promovohen në një të ardhme të afërt. Për momentin, kartelat prepaid mund të mbushen nëpërmjet aplikacionit zyrtar me kredi dhe së shpejti do të ofrohen edhe alternativa të tjera për mbushje të kartelave prepaid. Të gjithë këto kartelat përmbajnë shifra alfanumerike unike për identifikim, të cilat do të lexohen në terminalin i cili është i vendosur brenda autobuseve nëpërmjet një fushë elektromagnetike në momentin që kartela afrohet tek pajisja. Në këtë kohë, do të bëhet verifikimi i karteles kundrejt një baze qendrore të dhënave për vlefshmërinë e saj, nëse ka abonim aktiv ose jo, apo nëse ka skaduar dhe do të merret përgjigjja përkatëse. Gjithashtu do të ofrohet edhe mundësia për shfrytëzimin e biletës një drejtimshe nëpërmjet aplikacionit zyrtar Teklik, ku pasi të instalohet aplikacioni më konkretisht në seksionin e biletave, të gjithë qytetarët që do të kenë aplikacionin do të gjenerohet një barkod dydimensional mbi një bazë një tokeni të enkriptuar dhe me skanimin e këtij QR kodit tek pajisjet brenda në autobus do të kryen verifikime të sigurisë për të vërtetuar vlefshmërinë e biletës dhe autenticitetin e përdoruesve dhe do të kryhet transaksioni. Në të njëjtën kohë, të gjithë qytetarët do të marrin njoftim në telefon për statusin e transaksionit, nëse është realizuar me sukses apo është refuzuar për ndonjë arsye tjetër, për mungesë mjetësh ose ndonjë arsye teknike. Kam dy pyetje. Para cili është motivi? Senat, ajmë prvo në makedonski ne keni kažem pa posle prašali. Значи, во рамки на digitalizacija na opštinskите uslugi, денеска ќе промовираме нов модул за јавен превоз. Значи, со овој чекор јавниот превоз ќе влезе во нова дигитална и модерна фаза. Значи, граѓаните ќе имаат дигитални картички за користење на јавниот превоз. Ова е дигиталната картичка за сите граѓани кои може да го користат јавниот превоз бесплатно, но треба да аплицираат онлайн преку апликацијата Teklik. Исто така имаме и картичка за бесплатен превоз за ученици. Аплицирањето ќе иде преку образовните институции. Исто така има и prepaid картичка која може да се надополнува со кредит преку официјалната апликација Teklik онлайн. И исто така преку апликацијата ќе може да се земе еднократен билет за превоз. Kam dy pyetje. Te para është, cili do jetë motivi që në qytetarët të vlejtë kartelën prepaid? Do ketë shmim më të ulët se mosmja. Dhe pyetja e dytë, a do vlet transporti publik gratis? Këtë pyetje nuk do mund të përgjigjesh. Për pensionistë. Edhe për në kodër të diellit. Për çështje teknike mund të përgjigjem unë, domethënë te kartela prepaid do të ketë zbritje, qytetarët që do ta shfrytëzojnë mënyrën elektronike të pagesës, domethënë kartelat prepaid ose aplikacionin Teklik do të kenë, domethënë vozitje më të lirë sesa të paguajnë në kesh. Sa do jetë zbritje? Mendoj se këto pyetje duhet të përgjigjen nga komuna. Okej. Kryetara do vlej sa do jetë zbritja, do vlej transporti publik gratis edhe për kodër diellit. Transporti publik për momentin përmes ndërmarrjes dhe linjave që i ka do të vlej në qytetin e Tetovës
jemi duke punuar që të sigurojmë edhe për fshatrat që janë pjesë e komunës së Tetovës, më konkretisht fshatrat e Marsisë, për kodër diellit do të jetë i subvencionuar, por nuk do të jetë pa pagesë. Zotri Kasami, çfarë ndodh me 5 autobusët elektrik që keni thënë se domethënë do porositet? Janë pjesë e furnizimit të qeverisë për në nivel republikan, ku komuna e Tetovës është parapar që të furnizohet me 5 autobusë elektrik. Janë procedurat të tenderimit, Ministria e Transportit i realizon këto procedurë. Ajo za autobusit električni, Samo za procedurë. Sa do ketë zbritje? Se pranisht do ketë zbritje sa? Për kodër diellit. Jo, për këta Jo, çmimet i din nga ndërmarrja tash, nuk e di konkretisht. Do ju përgjigjen me shkrim nga ndërmarrja. Ajzova za autobusit od vlada. Значи се работи за автобуси кои ќе бидат набавени од државата, од владата за потребите на јавниот превоз во рамките на општините, Скопје и сите градови каде што има организиран јавен превоз. Тие се процедури, тендерски процедури во рамките на Министерството за транспорт, која ќе, нели, за понатамошни информации ќе треба таму. Колку автобуси очекувате? Според првичната информација која ни е доставена, Тетово ќе биде снабдена со 5 автобуси. Електрични? Електрични, да. Фалем да.